Miqtë e Media Ngjallja, jemi këtu në ambientet e radios Ngjallja, jemi sot me teologun dhe historianin e kishës son, me doktor Thoma Shkirën. Thoma, mirë se na erdhët. Mirë se u gjeta. Sot do ndalim të flasim për një temë të veçantë në fakt, por duam ta shohim në një aspekt pak që nuk e kemi trajtuar dhe aq shumë. Do të flasim sot për tre hierarkët, të cilët kisha e shenjtë i feston në datën 30 janar. Flasim për Shën Grigor Teologun, Shën Joan Gojartin dhe Shën Vasilin e Madh. Pyetja e parë që duhet të bëj Thoma është pikërisht të flasim pak për dimensionin e tyre filantropik. Cili ka qenë dimensioni i tyre filantropik dhe pse u bën të njohur këta hierark në lidhje me këtë aspekt? Të tre këta hierarkë kanë mjaft të përbashkëta. Një nga të përbashkëtat e tyre është dimensioni filantropik, që natyrisht nuk është i shkëputur nga veprimtaria e tyre e pasur shumë dimensionale dhe në të mirën e kishës dhe të vetë njerëzve dhe sidomos të shtresave në nevojë. Për këtë pjesë, kur lexon biografitë e tyre, qoftë në rastin kur ata kremtohen të tre së bashku në datën 30 janar, por edhe më vete, biografinë e Shën Vasilit të Madh, që kremtohen në datën 1 janar, biografinë e Shën Grigor Teologut që kremton në datën 25 janar dhe të Shën Joan Gojartit që kremton në datën 13 nëntor, vëren se ata kanë bërë një veprimtari filantropike, bamirëse, tek njerëzit në përgjithësi dhe në kisha që kanë shërbyer. Duke shërbyer në një kohë mjaft të vështirë, atëherë edhe bamirësia e tyre u ndje më tepër dhe u përqafua, si thua, si një veprimtari që mbështetet në fjalët e Jezu Krishtit, që çdo të mirë që ja bëni njerëzve të tjerë, më të vegjëlve tuaj, ma keni bërë mua, ose dhe kundërta, që çdo gjë që nuk ja keni bërë të vegjëlve tuaj ose njerëzve në nevojë, nuk ma keni bërë mua, thot Krishti. Dhe njëkohësisht këta arritën në atë nivel shenjtërie sa që parafruan dimensionin shpirtëror me dimensionin humanitar dhe social. Dhe prandaj kjo bamirësi që nuk është vetëm monetare apo humanitare, njerëzore, por është shpirtërore në radhë të parë, sepse ata shërbyen si barinj të kishës për të udhëhequr shpirtrat e njerëzve që i kishin në grigjen e tyre, siç themi në mënyrë metaforike, me qëllim që të shpëtoheshin shpirtrat e tyre, po dhe trupat e tyre. Domethënë, duke vrejtur dhe duke pasur si mbështetje, si shembull kryesor, dashurinë njeridashëse të Jezu Krishtit, të shpëtimtarit Krisht, ata vetë u treguan shembuj të kësaj mbrojtjeje që i bën kishës nga herezitë dhe nga dogmat e shtrembra, por njëkohësisht edhe të ndihmës së njeriut në nevojë. Ky është një nga elementët përbashkues të tre hierarkëve. Për shembull, nëse vërejmë në jetën e Shën Vasilit të Madh, kemi një veprimtari shumë të gjerë. Biles ai u bë i njohur edhe për një kompleks veprash të mëdha bamirësie dhe godinash ku ndihmoheshin njerëzit në nevojë, që ne njohim edhe me emrin Vasiliada, që fillimisht vetë Shën Vasili, edhe kur ishte prift, pa u bërë akoma peshkopi i Qesaris, e nisi këtë veprimtari të pasur në ndihmë të njerëzve në nevojë. Dhe kur u bë peshkop, ai filloi të hapte spitale, streha për kujdesi për lebrozët, që ishte një sëmundje vdekjeprurse, dhe njëkohësisht jetimore, mund të përmendim edhe rastet të tjera që lidhen me strehime, me shkolla, dhe kjo është një veprimtari që është e njohur për jetën e tij. Në rastin e Shën Grigor Teologut, që është edhe një teolog mjaft i njohur, sepse të tre kanë sjell kontribute në shkrime në përçimin e së vërtetës dhe këta prandaj kanë shumë cilësi dhe konsiderohen edhe si mësues universal
ekumenik të përbotshëm që na dhanë të vërtetat e besimit në mënyrën më të kuptueshme për ne njerëzit dhe i shpjeguan ato duke u mbështetur në shkrimin e shenjtë, në traditën e shenjtë, po dhe në ndriçimin që Perëndia bëri tek përkushtimi i tyre, që ishte totalisht për kishën. Shën Grigori, në rastin e aspektit të kontributit për filantropin, na ka thënë 2 shprehje ndër të tjera, ku përmendim dhe citoj, jepi diçka atij që është në nevojë, sado e vogël qoftë, sepse për atë që nuk ka asgjë, nuk është e vogël. As për Perëndinë nuk është e vogël, nëse ne kemi dhënë aq sa kemi mundur. Kjo është shprehja e parë, dhe një shprehje e dytë është le të fitojmë shpirtrat tanë me lëmosh. Le t'u japim të varfërve nga pasuria jonë që të pasurohemi në të mirat qiellore. Kjo është mësimdhënia që këta etër të mëdhenj, të përbotshëm, që ne i kremtojmë dhe i nderojmë dhe bota ortodokse i nderon me bujë të madhe, meqense ata u treguan shembuj të kësaj bamirësie ndaj njeriut, dhe kjo ishte edhe vetë ardhja dhe qëllimi i ardhjes së Jezu Krishtit në botë, për të shpëtuar të gjithë njeriun, krijesën e tij. Dhe natyrisht, këta shembuj dhe miq të Krishtit, duke nderuar edhe duke na dhënë mënyrën se si përjetohet në nivelin e tyre marrëdhënia me Jezu Krishtin dhe me Perëndinë, kështu dhe ne kemi mundësinë që të shohim se kjo përvojë është frymëzuese dhe ndihmuese. Njëkohësisht edhe Shën Joan Gojarti, ashtu siç edhe vetë Shën Grigor teologu që përmenda pak më parë, kanë qenë të 2 kryepiskopët të Konstantinopollit, patrikët të Konstantinopollit, kryepiskopët të Konstantinopollit, dhe kjo veprimtari e tyre ishte edhe në aspektin humanitar, që siç e theksova, ishte së bashku dhe paralel, nuk është se më vete është aspekti shpirtëror dhe më vete është aspekti humanitar apo material. Edhe materiale dhe shpirtërorja janë në funksion të shpëtimit edhe të lehtësimit të plagëve të njeriut, si qenie njerëzore. Në këtë aspekt dhe Shën Joan Gojarti hapi spitale, bëri veprimtari në ndihmë dhe të 3 këta mësues të mëdhenj universal, ekumenik siç e njohim nga tradita e kishës, ata kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm dhe kanë unifikuar teologjinë me antropologjinë, nëse mund ta përkufizojmë në mënyrë të tillë. Sepse në qoftë se duke u mbështetur në 2 natyrat e Krishtit, që është 100% Perëndi, dhe kur u bë njeri, mori natyrën njerëzore të plotë, 100% njeri, pa humbur cilësitë e ynores, pra e kemi në personin në perëndinjërishmërinë e tij, pra në të 2 natyrat, kështu dhe këta teologën nuk ishin vetëm mësues të qielloreve, të ndriçimit hynor, të vërtetave hynore, por ishin edhe mësues edhe të njerëzoreve. Prandaj gjithë filozofia, gjithë dijet klasike që ishin studiuar për tyre, që ishin dija e botës së lashtë deri në periudhën e shekullit të 4, kur kanë jetuar këta etër të kishës, që njihen ndryshe edhe si teologjia e etërve Kapadok, që lidhen edhe me Kapadokin, është një teologji që duke shfrytëzuar dijen e morën dhe e vunë në shërbim të shpirtërores dhe të njerëzores. Prandaj edhe këta të 3 janë mbrojtës të arsimit, konsiderohen nga kisha dhe edhe deri vonë vijon edhe deri sot në disa shtete që të nderojnë si të tillë. Kjo është veprimtaria filantropike në të mirën jo vetëm të shpirtërores, po edhe të njerëzores,
të shërbimit të plotë që njeriu e ka në boshllëk dhe e ka në nevojë. Prandaj thoma dhe dimensioni i tyre është ekumenik për së vërtetë, sepse ata kanë edhe njeriu në qendër të gjithë teologjisë së krishterë ortodokse, pas që tha dhe ju shumë bukur që nuk mësuan vetëm për qellorit dhe të lartat, por edhe shprehen atë me vepra konkrete ndaj njeriut. Dhe kur themi ndaj njeriut, jo vetëm ndaj njeriut të njëjtit lloj apo të njëjtit besim, por ndaj të gjithë njerëzve. Dhe Vasiliada e famshme pikërisht këtë gjë bënte, këtë shërbente. Sepse shumë njerëz, ka disa njerëz në fakt edhe mes nesh që thonë që pse ne takohemi dhe pse flasim, pse bashkëpunojmë edhe me ata që nuk janë të krishterë ortodoks. Por në fakt kjo është etologjia që na mëson Etrit, edhe në një temë që forlumturia e tij i ndier i Zot Anastase pikërisht në këtë gjë thekson që dimensioni i tyre përveç se thellësisht shpirtëror, por edhe ka në qendër njeriu, dashurinë për njeriu, pavarësisht besimit të tij, pavarësisht racës, pavarësisht kombit, pavarësisht ngjyrës, dhe kjo është ai mësimi që na ka dhënë dhe tre hierarkët. Më lejoni të shtoj Patjetër. që ky shërbim nuk ishte thjesht nga pozitat e liderit shpirtëror, të bariut dhe të peshkopit apo të kryepeshkopit apo të patrikut, por këta personalisht kujdeseshin vetë, afroheshin dhe përqafonin të lebrozurit dhe u shërbenin plagëve të tyre, gjë që ishte një rrezik i madh për jetën e tyre. Dhe kjo thjeshtësi e tyre dhe që vetë ata ishin në pozita shërbimi, pavarësisht pozicionit të tyre të lartë të shpirtëror, por ama ata ju përmbajten vetë fjalëve të Isu Krishtit, që i pari ndër ju është shërbëtori juaj, do më thënë ai që u shërben të tjerëve, dhe prandaj dhe shpeshherë dimensioni i tyre është shumë domethënës në këtë pjesë. Ata ishin të mëdhenj sepse ishin njëkohësisht shërbyesit më të mirë të mbarë komunitetit, jo vetëm të kishës, po të çdo njeriu në nevojë pa bërë dallime. Thoma, mund t'i konsiderojmë ta si themeluesit e bamirësisë në botë, sepse sot për shembull dëgjojmë shumë për bamirësi, kushdo mund të ngrej një institucion bamirës, edhe kemi edhe në vendin tonë flasim, por a mund të jenë këta, mund të quhen këta etrit apo themeluesit e veprës sociale, e bamirësisë, e filantropisë, e dashurisë për njeriu? Sigurisht që mund të konsiderohen si të tillë dhe realisht ata konsiderohen si të tillë, sepse në botën greke nuk është se njihej ky lloj institucioni, as në botën romake nuk njihej, flasim për qytetrimet e kohës. Njihej padyshim që njihej në botën judaike, njihej sepse kishte edhe shkrime që flasin pikërisht për këtë gjë, për filantropi, por bota e themi e zhvilluar e kohës, e civilizuar ajo greko-romake nuk e njihte këtë si institucion. Unë nuk kam dieni se çfarë është bërë më përpara. Më thënë, por ajo që bëj me dije është se në periudhën e krishtërimit ishte fryma e bamirësisë dhe e të ardhurave që i shërbenin mbar komunitetit. Dhe kjo nis edhe që me bazë që me dhjatën e re. Dhe kemi dhe në letrat antarët e krishterë, duke nisur që me apostujt, të ardhurat që kishin nuk i kishin personale. Do thënë, vërtet mund të kishin një arkë që përkujdeset dikush për një shumë të ardhurash, por ishin në shërbim të gjithëve. Dhe duke u mbështetur në këtë frymë, edhe duke ditur edhe shpeshherë që edhe vetë Jesu Krishti thotë që i biri njeriut nuk ka vend ku të mbështesë kokën, domethënë nuk ka një strehe që të qëndrojë. Dhe nuk ishte një pallat apo një vilë Jesu Krishti kur ishte në këtë botë. Dhe po të shikojmë të gjithë njerëzit e përkushtuar, po dhe sidomos rendi murgjërve, të atyre që përkushtohen totalisht në manastire bura apo gra, një nga kriteret është mospasja e pasurisë. Do më thënë ata heqin dorë, për më tepër vërehet edhe theksohet edhe në jetët e përmbledhura në Sinaksar, për secilin shenjtor të kësaj kategorie, që ata shpërndanin çfarë pasuri kishin personale apo të trashëguar, rregullonin familjarët e tyre, që të mos i abandononin dhe për t'i lënë, si thua, të pasigurt. Dhe
u jepnin mundësitë dhe atyre që do kishin nevojë dhe më pas dedikoheshin totalisht pa pasur asnjë të ardhur. Megjithatë, të gjitha të ardhurat që kanë qenë të kishës në atë kohë, në rastin e këtyre 3 hierarkëve, ata i vunë në dispozicion të kësaj veprimtarie shpirtërore dhe bamirëse. Sepse është e njëjta veprimtari, thjesht ne i qasemi në aspektin e filantropisë. Sepse edhe vetë predikimet e tyre, edhe pse mund të mos duke sikur ato u japin të ardhura njerëzve që të kenë mundësi që të ushqenë, të përkujdesen, por ama ato u tregojnë të vërtetën. Dhe edhe ato vetë bëjnë pjesë në këtë filantropi. Më thënë, dhe edhe vetë kryepiskopi Anastas thoshte që të ardhurat monetare, rroga, nuk është një çështje tërësisht materiale. Është edhe shpirtërore, sepse shpërblimi që i jepet dikujt për një punë që ka bërë, është për të vlerësuar aspektin shpirtëror që ai ka kontribuar në këtë pjesë. Domethënë, ti vlerëson qenin dhe identitetin dhe personin që ka kryer një punë. Natyrisht ai mund ta kryejë edhe në pozitat e vullnetarit. Kjo është tjetër gjë. Por ama kryepiskopi i ndjerë Anastas vërente këtë gjë që për të mos i njehsuar, për të mos i ndarë ndjes, por shikonte lidhjen e tyre të përbashkët, sepse të gjitha këto viheshin në funksion të kishës. Kjo është veprimtaria dhe prandaj këta janë shembuj dhe mund të konsiderohen edhe si themelues të bamirësisë, siç konsiderohen nga kisha, por më tepër njihen si themelues ose mbrojtës të arsimit. Pse njihen si mbrojtës të arsimit? Duke dhënë shumë kontribute për të arsimuar njerëz të varfër, njerëz që s'kishin të ardhura për të shkolluar, dhe që të mëkembeshin dhe kjo ishte bamirësia më e mirë, që ata merrin një profesion dhe nuk ishte thjesht që ulnin dhe të gjitha ato mencat e të varfërve që kanë funksionuar në Konstantinopolë në kohën kur ishin këta patrike, ishin më mirë të varfër. Nuk po themi për 100-200. Në Konstantinopolë në asaj kohë, të gjithë këta më mira vete që shtroheshin gjella e ngrohtë me qëllim që të ushqeshin, nuk ishte vetëm në këtë pjesë të ushqimit, po ishte edhe në këtë teologji që ishte shpëtimtare, dhe këtu gjenin paqe shpirtrat. Ky është shembulli që këta 3 hierarkë konsiderohen mbrojtës të arsimit, dhe në pjesën arsimore ata janë bamirës të kësaj arsimi, sepse kur hapnin shkollat, e mira do të ngelej brenda komunitetit. Thoma, të ndalemi pak, siç edhe ju përmendët që nderimi i tyre ka bërë një bujë të madhe në botën ortodokse. Pse u përhap ky lloj nderimi i tyre kaq i madh, dhe pse janë kaq të dashur, të themi, dhe nderimi i tyre është kaq i njohur në të gjithë botën e krishterë? Nderimi i tyre është i njohur për arsyet që unë i përmenda dhe më lartë. Ata jetuan në një kohë shumë të vështirë për kishën. Që kisha nuk kishte nevojë vetëm për nevoja materiale ose njerëz me shtresa që ishin në nevojë, por ishin sa kishin përfunduar persekutimet, dhe këtu kemi të bëjmë me një nisi një shekull i artë për kishën, sepse shërbimi i tyre nga pas persekutimit edhe nga pas herezive, ishte herezia ariane që ata përballuan. Dhe ndarjet që ishin të mëdha, sepse kemi përçarje të unitetit të kishës. Aty ku ke përçarje të unitetit të kishës, aty krijohen edhe problematika edhe shpirtërore, por dhe materiale shpeshherë, sepse ka më tepër pakënaqësi ndaj njëri tjetrit dhe përplasje. Kështu që këta përbashkues të unitetit të kishës, jo vetëm që e qetësuan kishën nga e pavërteta, sepse si thot Krishti, mësoni të vërtetën dhe do të bëheni të lirë. Ata bënë që kisha, domethënë institucionin ku afroheshin njerëzit, të vinin dhe aty me predikimet e tyre, me teologjinë e tyre, dhe ky shembull
bëri që ata të bëheshin shumë të njohur. Për shembull, kjo vret edhe në nderimi i madh dhe i cili u përhap shumë shpejt në të gjithë botën e njohur ortodokse, ishte për shembull dhe pse këta të tre vuajtën persekutime, akuza të pavërteta, internime. Për shembull, Shën Joan Gojarti vdiq në internim. Dhe po të lexoni biografin, e detyronin që ta trishnin që ai të ecte edhe pse ishte trup vogël dhe nuk kishte fizikun, dhe pati në fund të jetës edhe një zbulesë nga Perëndia që ju bëhet ditur dita që do të ndronte jetë, sepse në një kohë kur në vendin ku ai ndroi jetë, një shenjt lokal, Vasilisku në mos gaboj, i shfaqet dhe i thotë që nesër do të jesh me mua së bashku. Dhe ai kuptoi që do të ndronte jetë. Kjo është një histori shumë interesante për të, por jemi akoma në internimin e tij. Ka bërë disa internime. Dhe kjo gjë bëri që ai të vishte rroba të bardha, kërkoi të vishte rroba të bardha në internim, të kungohej dhe gjatë rrugës ai ndroi jetë. Dhe vetë nderimi që ju bë Shën Joan Gojartit, popullin në Konstantinopol, në qendrën e perandorisë, thëriste emrin e tij dhe e duam. Dhe kur erdhi Lipsani nga vendi ku e kishin varrosur, kur erdhi Lipsani në Konstantinopol, të gjithë thërisnin Joanin në diptik, domethënë të vendoset në radhët e shenjtorëve të kishës. Pavarësisht se i kishin dëbuar. Edhe Shën Grigor Teologu, për shkak të mos nxitjes ose të mos vijimit të përplasjeve të mëdha, dha dorëheqjen nga posti i Konstantinopolis. Një vit në një si patriark. Ndeti shumë pak dhe përse? Edhe pse u largua nga froni patriarkal, përsëri kisha u mbështet në teologjinë e tij dhe ai u bë shumë i dëgjuar, prandaj dhe mori dhe titullin që kur ishte gjallë një si teolog. Siç ishte edhe Shën Joan Gojarti, thëritej Gojart për shkak të gojtarisë dhe të oratorisë së teologjisë që ata përçonin. Ndërsa Shën Vasili, edhe ai u përpoq që të fuqizonte radhët murgjerore, të hapte manastire, u dedikuan bashkë me Shën Grigor Teologun që ishin miq, ishin shkolluar bashkë arsimin më të mirë të asaj kohe dhe ishin të tregta, ishin njerëzit më të ditur të kohës. Dhe natyrisht këto figura nuk mundes që të ngeleshin si disa figura lokale, po meqense kishin të tillë shenjtëri, atëherë shenjtëria e tyre u ndërua nga gjithë bota e krishterë. Thoma, të ndalemi pak tek nderimi i këtyre shenjtorëve, etërve të mëdhenj, hierarkëve të mëdhenj të kishës sonë në vendin tonë. Dhe si frymëzuan këta shembull i tyre, si frymëzoi dhe filantrop këtu në vendin tonë, thoma. Ju jeni njohës i mirë dhe keni studiuar edhe raste konkrete, keni parë dhe keni gjetur dhe gjurmë të nderimit të tyre të madh në vendin tonë, por edhe filantrop që janë të lidhur me këta hierark, ose që frymëzuan këta filantrop që njihen të mëdhenj të vendit tonë. Po. Së pare, siç përmenda më sipër, të tre hierarkët kanë një datë që qysh prej 1000 vjetësh, që kremtohen së bashku në datën 30 janar. Po. Dhe kjo është në të gjithë botën ortodokse, duke përfshirë edhe deri më vonë edhe hapësirën gjeografike të vendit tonë, të Shqipërisë. Por kemi disa tradita që lidhen me kremtimin e tyre. Për shembull, është interesant fakti se kodiku i purpur të Iberatit, që shkencëtarët e kanë kronologjizuar si një kodik që është dorëshkruar në shekullin e 5, lidhet me vetë Shën Joan Gojartit që ndroi jetë në vitin 407, si një datë të jetë ndrimit. Po. Në fillimet e shekullit të 5. Natyrisht që ai mund të jetë edhe pak më i hershëm, sepse duke u mbështetur nga një traditë gojdhën shumë e fortë, vetë ky kodik që ruhej në qytetin e Beratit nga këshilli i pleqësisë së kishës dhe ruhej brez pas brezi, dhe nuk ishte si thua në një shërbim publik në kohët e mëvonshme, po ruhej me fanatizëm që të mos humbiste kjo vlerë.
kjo dëshmi e shekujve të kaluar të krishtërimit, nxirrej vetëm në ditën e Shën Joan Gojartit dhe konsideroi sikur sipas traditës që këtë kodik të purpurtin e Beratit, po themi për të purpurtin e parë, e kishte shkruar vetë Shën Joan Gojarti. Biles një klerik romano-katolik ka përmendur që në një nga internimet e tij, Shën Joan Gojarti është internuar në zonën e Epirit dhe si duket, nëse i marrim këto të dhëna dhe i përbashkojmë, del që nuk do të ishte çudi që edhe të ketë dorëshkruar, pavarësisht se ne nuk kemi të dhëna për ta vërtetuar apo që dëshmojnë këtë gjë. Por tradita në qytetin e Beratit, që kemi një qendër që ka mjaft traditët kristiane, edhe aty ku kemi qendra të kristera, kemi dhe shumë tradita të ngjeshura dhe të shumëllojshme. Dhe kjo është që e pasuron, si thua, përjetimin shekullor që ka bërë ai komunitet në ndër shekuj dhe në atë qytet. Dhe fakti që përveç të tjerëve, që ishin dorëshkrime të tjera me vlerë, ky objekt që ruhej me fanatizëm, nxirren në Shën Joan Gojarti, këtë bën që të lidhet edhe me nderimin e tij, dhe që vetë besimtarët e krishterë, kur dilte ky ungjill i vjetër i lashtë dhe u tregoi besimtarëve, ata vinin dhe i faleshin duke e puthur, me qëllim për të treguar se thua që ne po puthim fjalën e Perëndis, ungjillin që është në përmbajtjen ungjillësore që është aty, sepse kemi 4 ungjillsh, janë 4 ungjit të shkruar aty. Tani një tjetër kremtim që kemi në enkas në vendin tonë është që meqense 3 hierarkët janë mbrojtës të arsimit dhe janë konsideruar edhe në rrjetin e shkollave që ishin të periudhës së shekujve otoman, kjo ka bërë që shumë persona të frymëzohen dhe të japin të ardhura për të ndihmuar në disa aspekte njerëzit të nevojë, jo vetëm thjesht për të ndihmuar të varfrit, janë hapur shoqëritë të vobektëve dhe të njerëzve në nevojë të tjera, që janë të njohura, këto janë të shumta dhe secili komunitet, biles edhe kodikët e kishave ose të mitropolive të vendit tonë që kanë pasqen, regjistronin çdo të dhënë dhe çdo dhuratë që jepej prej besimtarëve. Të çfarë do lloj niveli, të nivelit të një shume më të madhe, apo të një shume më të vogël, apo kushdo qoftë ai që mund të ishte një princ, apo të dhe ne do ta shikojmë edhe pak më poshtë këtë gjë. Por ajo që dua të them është që në ditën e shën e kremtimit të 3 hierarkëve, në datën 30 janar, çdo ditë ishte traditë dhe deri tashmë rreth 300 vjeçare që i kemi duke u mbështetur në kodikun e Korçës dhe të Selasforit, që është i mitropolisë së Korçës, në kishën e burimit të dhënës, që është ish mitropolia e vjetër në Korçë, lexoheshin emrat e të gjithë bamirësve që ishin regjistruar në kodikun e kishës. Dhe lexoheshin në ditën e 3 hierarkëve, sepse shembulli i tyre ishte udhëheqës dhe drejtues. Meqense ata shkolluan dhe hapën shkolla dhe ndihmonin njerëzit për të shkolluar, kështu dhe kjo shërbeu edhe si frymëzim prej besimtarëve që të jepnin të ardhura. Për shembull, kemi në disa funksione njerëzish duke arritur edhe në funksionin më të thjeshta. Kemi Patrikun Joasaf, që ishte me origjinë nga Voskopoja, që në fillimet e shekullit të 18, në 1725, që ky ishte kryepeshkopi i Ohrit në atë kohë, në jurisdiksionin kishtar. Dhe kur ishte në këtë pozicion, ai dhuroi shtëpinë e tij dhe trojet afër shtëpisë së tij për shkollë. Dhe ky përmendet i pari në listën e bamirësve të kishës dhe vijonte edhe pas 90-s ka vijuar kjo traditë për të lexuar të gjithë bamirësit e kishës, plus edhe ata që i kishin dhënë për kishën edhe pas viteve 90. Me qëllim për të treguar që kisha vlerëson këtë kontribut të njerëzve dhe ky është në shembullin edhe të 3 hierarkëve që janë. Kemi persona të dirë mitropolitë të cilët japin, mitropoliti Paisi, mitropolitë që ndrojnë jetët të cilët falin bibliotekën e tyre, që ishin libra të rallë dhe libra të cilët ishin mbledhur me
me mjaft mund që i bashkangjiteshin, si thuash, fondit të bibliotekës së Mitropolisë, po që ato ishin në shërbim të klerit dhe të popullit dhe të vetë qytetit në periudhat e mëvonshme. Kemi gjithashtu princër, për shembull kryetari i Hungro-Vllahisë Joan Mavrokordatoja i jepte 150 groshë për çdo vit për shkollat e Korçës, edhe ky për shpirtrat e sojit të vet, për të shpëtuar shpirtin e tij, po dhe të familjarëve të afërmëve të tij. Edhe këtë që bënte çdo vit, duke ofruar këtë shumë të caktuar, nëpërmjet patrikut të Joasaf, që ishte i kryepeshkopatës së Ohrit. Kemi pastaj edhe organizime brenda për brenda dhe në lokalitet, për shembull kemi kryepleqësinë e Vithkuqit që për ndërtim të një shkolle dha 10.000 aspra, ose kemi arkondë të ndryshëm. Kemi veprimtari bamirësie edhe nga esnafet, nga korporatat e asaj kohe të perandorisë otomane që ishin të zhvilluara brenda bashkësisë së komunitetit ortodoks. Gjithashtu kemi klerikë, që priftërinj, ikonom, të cilët përmenden emra njerëzish, persona, kemi dhe bamirës më të dalluar që jepnin jo vetëm të pricat e tyre, por jepnin një pjesë të madhe ose shpeshherë edhe të gjithë pasurinë e tyre. Motivi i këtyre bamirësive ishte shpirtëror. Dhe shpesh për shembull kemi rastin e Jovan Bangës që meriton një emision më vete filantropia e tij, që është frymëzuar për shkak të një mrekullie që ndodhi atij kur ishte në Misir, në Egjipt. Dhe për shkak se ai u lut gjithë natën tek ikona e shëmërisë, dhe ai thot, largoi, thot, rejnë e karkalecëve që vijnë dhe hatën mbjellat grurin, që kishte krijuar një brigadë dhe kishte punësuar njerëz yzmeqar në atë kohë, dhe që u afron dhe i thanë që po vjen reja e karkalecëve dhe çdo gjë përpara e ha. Ai u lutë shëmëria dhe tha që është shëmëri. Largoi karkalecët prej fushave të mbjellave të mia, sepse kjo nuk është buka ime, kjo është buka e të varfërve të tu. Dhe ai mori vendim dhe të nesërmen i vinë personat, që kjo është shkruar edhe nga disa studiues që janë marrë me filantropinë, i vinë dhe i thonin që në mënyrë të habitshme reja e karkalecëve që nuk e ndalon dot, është larguar nga parcellat e tua të grurit. Edhe ai filloi që në atë periudhë të ndihmonte, po njëkohësisht edhe të kursente dhe të mos i shpërdoronin këto të ardhurat që ata fitonin, të mos i shpërdoronin me një jetë luksi. Por shpeshherë shohim që të konsumonte, si thua, ushqimin e të varfërve për të ndihmuar të varfrit. Prandaj edhe njëri qeshën në një restorant kur ishte në Athinë dhe thanë, ja, ky i pasuri zëngjini që ha gjellën e të varfërve. Edhe thot, po të mos haja gjellën e të varfërve, thot, nuk do kisha mundësi, thot, të ndihmoj atë, po të haja gjellën të pasurive, s'do kisha mundësi të ndihmoj atë varfrit, pikërisht sepse përpiqem që të ruaj diçka nga ajo pasuria ime që më bën që dhe të ndihmoj tjerë. Domethënë, motivi i tyre, siç edhe kemi edhe një tjetër, Anastas Lakshë, që ka qenë edhe kryetari i Dhimogjerundisë në Korçë dhe kanë dhënë her pas here të ardhura për kishën edhe për ndërtimin e kishës së njohur të Shëngjerigjit të Korçës. Të gjitha këto që janë të regjistruara bashkë me emrat edhe të personave të thjeshtë, edhe rastin kemi një person të thjeshtë që ka dhënë shumë pak. Mirë, po çfarë bëhet tradit? Pasi lexohet emri i bamirësit të madh, sepse këta janë një listë që janë të konsiderueshme të ardhurat e tyre që kanë dhënë. Ndaloi dhe kryeprifti ose prifti thoshte në kishën e burimit të dhënës në Korçë, i përjetshëm qoftë kujtimi. Po. Pas meshës ose para mbarimit, para largimit të njerëzve. Dhe për secilin i përjetshëm, dhe kur vinte rasti një personi që kishte dhënë pak shumë të pa përfillshme fare, përsëri e kujtonin emrin e tij dhe ndalonin dhe thoshin i përjetshëm qoftë kujtimi, njësoj si ata që kishin bërë këtë duar hapur ose kishin mundësi më tepër për të dhënë diçka apo shumë çka nga ato që kishin. Pra, ky është shembulli që në ditën e 3 hierarkëve dhe në këta dhe vetë dita e 3 hierarkëve ka qenë në sistemin shkollor të asaj kohe,
siç ka vijuar edhe sot, pavarësisht ndërhyrjes dhe duke u mbështetur dhe duke pasur për bazë si një festë kombëtare 25 marsin, që është dita e çeljes së shkollës së parë shqipe në qytetin e Korçës në 1887 dhe në periudhën e kaluar të shekullit 20, kjo u promovua si një ditë e arsimit të gjuhës shqipe, deri në atë kohë, po edhe më pas të krishterët, shenjtorët mbrojtës të arsimit, kanë konsideruar dhe konsiderojnë deri më sot në botën ortodokse, po dhe në Shqipëri, për shembull në Akademinë Teologjike, kur vjen dita e tre hierarkëve, kremtohet se ata janë mbrojtësit e teologjisë. Ku ka tjetër mbrojtës të teologjisë të arsimit dhe të bamirësisë, të filantropisë që ata bën për ndërtimin e shkollave, që njerëzit të mësonin dijen dhe kjo të vijë në shërbim të mirës së përbashkët dhe të shpirtërores njëkohësisht. Por natyrisht, dhe edhe data 25 mars ka kuptimin e vet të një feste kombëtare, por ne nuk mund të harrojmë edhe kontributin dhe mbrojtjen dhe gjithë veprimtarinë që është bërë deri në atë datë. Biles kemi shumë të intensifikuar bamirësinë dhe kremtimin e tyre, meqense gjatë shekullit të 19 shumë ka bamirësit shkonin për arsimin dhe për njerëzit në nevojë në përgjithësi. Dhe kjo i tregoi shumë prej bamirësve që kur të hapeshin shkollat, të jepnin të ardhurat për hapjen e shkollave në qytet apo në fshat, dhe e gjithë ky areal në këtë mënyrë ka funksionuar si një bamirësi dhe kemi një traditë shumë të pasur bamirësie që na vjen nga këto burime që janë të kishës. Është gjithë veprimtaria kishtare që ka bërë, por në shembullin natyrisht të tre hierarkëve që e imetuan më së miri dhe janë në këtë nivel nderimi, por njëkohësisht këto ishin, siç u thash, që në fillimet e krishtërimit vetë Krishti ishte ai që bekonte bukën dhe peshqit dhe që të ushqeshin me mira njerëz, domethënë ishte kjo veprimtari dhe duke pasur për bazë vetë ungjillin dhe kush ndihmonte të tjerët ka ndihmuar vetë Perëndin. Dhe prandaj është edhe shpreha që kush ndihmon të varfrit i jep hua Perëndis. Sikur Perëndia do t'i ketë hua diçka, por është në vlerësim, sepse kjo është pjesë e një veprimtarie që i bashkangjitet shpëtimit që i ka bërë Perëndia për të gjithë njerëzit. Të falenderoj shumë. Edhe ishte një kënaqësi që folëm sot për rolin e tre hierarkëve dhe në aspektin filantropik të tyre, por edhe se si këta hierarkë frymëzuan edhe besimtarët e korave dhe vazhdojnë të frymëzojnë edhe sot që ne po flasim. Edhe në shembullin e tyre të shkëlqyer dhe të ndritur, edhe më lejoni që të uroj edhe të gjithë ata që na festojnë në datën 30 në nder të këtyre tre hierarkëve tanë, gëzuar për shumë vjet ditën e Emrit, dhe të keni gjithmonë dhe të jeni në mbrojtje dhe ndërmjetimet e këtyre hierarkëve të shenjtë të kishës sonë. Faleminderit Toma. Ju falenderoj dhe unë. Besoj se ja vlen që ne të bëjmë në të ardhmen edhe një emision pikërisht për filantropët e vendit tonë. Duhet shumë interesante, besoj. Është interesante të dalë në pa gjithë kjo pasuri shpirtërore që vetë ka qenë pjesë e veprimtarisë së kishës sonë. Padyshim. Miqtë e Media Ngjallë, ishim me doktor Thomas Shkirin, meteorologun dhe historianin e kishës sonë, folëm për rolin edhe veprimtarinë filantropike të tre hierarkëve, Shën Grigori të Madh, Shën Vasili të Madh dhe Shën Jagu Jarti. Miru takofshim dhe miru dëgjofshim në emisionet të tjera.